Në qendër të Shkupit, ku tashmë ndjehet atmosfera festive, qytetarët po planifikojnë se ku dhe si do ta festojnë ndrimin e viteve, disa në shesh, disa në ambiente private e disa në rrethin familjar. Në vazhdim do të sjellin mendimin e qytetarëve për atmosferën festive dhe organizimin e këtij viti. Si vjet akoma nuk kemi vendosur, edhe pse marrën në përgjithësi, për fat keq, shtretësi e madhe krejtëse ende hall, ndoshta më mirë se në gjirin familjar sërish nuk ka. Po, a ju pëlqen se si është zbukuruar Shkupi këtë vit? Po jo që e kanë bërë diçka veçanërisht, e kanë stolisur, por do të kishte qenë ndoshta shumë më mirë sikur të mjetet për stolisjen, jo që jam kundër stolisjes, po është mirë të stoliset një simbolik se është në fundi vitit ndrimi i moteve, por ndoshta do të kishte qenë shumë më mirë që një shumë nga ato mjetet e para të dedikohen për gjëra humanitare më mirë e kështu me radhë. Po, a mendoni se qendra e Shkupit është një vend për të festuar, është më mirë? Po, unë mendoj se edhe jashtë, domethënë jashtë shtëpive, ndoshta edhe jashtë restoraneve, është mirë me dalë që aty në qendër Shkupit, krejt bashkarisht, është një përjetim pak më ndryshe, një emocion pak më ndryshe, kështu që mendoj se edhe ajo e ka atë ndjenjën e vet. Po, si u duket organizimi që do bëhet atë natë? Se di tani, të flasim realisht, nuk e di se si dhe sa do të jemi të përfaqësuar edhe ne me artistat tonë shqiptar, por do të kishte qenë spaku sipas rregullativës ligjore që 20% nga i tërë programit ishte edhe shqip. Ku do ta festoni vitin? Askund, në shtëpi. Po si u duket organizimi në Shkup? Organizimi, nuk e di as çfarë organizimi ka. Nuk jemi të informuar. Shkupi, a ju pëlqen? As pak. A ju pëlqen organizimi në fakt që do të bëhet në Shkup? Po, se do të kesh edhe muzikantë shqiptarë, çështën tha edhe kryetari i qytetit të Shkupit, Orçe Gjorgjevski. Po, a ju pëlqen se si është zbukuruar Shkupi për këtë vit? Po, më pëlqen. Ku do e festoni vitin? Në Zvicër. Pse mendoni se atje është më mirë? Jo, pse jetoj atje. Po, a ju pëlqen atmosfera festive në Shkup? Po, këtu është atmosfera e mirë është. Në përgjithësi bëhet mirë. Po ju pëlqen si është bërë Shkupi? Po se kam vizituar shumë, erdha vetëm disa ditë, po mirë, ka qendra këtu, mirë është. Mirë u ka bë. Po urimi juaj për vitin e ri? Urimi, se di çka më thënë. Të jetë jeta më mirë, se di çka më thënë, edhe si më thënë, kjo ajri me qenë më i mirë, se Shkup është ajri katastrofë. Ku do e festoni vitin e ri? Pra, çdo vit të festojmë në Tiranë, shpresoj edhe këtë vit të shkojmë me familjen atje të festojmë. Po, a ju pëlqen se si është zbukuruar Shkupi këtë vit? Thëmë drejtën, kam bërë disa kronika që nuk është zbukuruar fare madje, edhe në krahasim me kryeqytetet tjera të shteteve fqinje, jemi shumë keq. Pra me qenë se ju do shkoni në Tiranë, mendoni se nuk është Shkupi organizuar aq mirë për mbrëmje festive? Mungon muzika shqiptare, me gjitha e kam bërë edhe në kronik, edhe kjo paksa na step që mos dalin të festojnë. Po me gjithat qytetarët, ato që mbesin këtu, mund dalin të festojnë edhe në qendër Shkupi, pse jo. Urimi juaj për vitin e ri? Shpresojmë të jetë një vit sa më i mbar për gjithë ne dhe të kemi më shumë sukses. Po, momentalisht nuk kam plan. Pse di? Momentalisht nuk di. Po, a ju pëlqen se si është bërë Shkupi, organizimi? Po, as nuk e kam pas se si ka rregulluar, po as nuk më intereson kjo punë, se kur ka diçka punë më të mëdha, kur popullata është në gjendje jo të mirë, pra kjo as nuk më intereson. Takshirmi se dim, në vend linje, por se dim ku, hala s'kemi bo plan. Po, a ju pëlqen se si është zbukuruar Shkupi për festat e? Shumë mirë, shumë është zbukuruar, shumë mirë, shumë është fantazi, shumë mirë. Po, për organizimin e mbrëmjes ndrimeve të motit, a mendoni se duhet të festohet në Shkup? Duhet të festohet. Me që se jena në vend lindje, pse jo? Do të thëmë, prej nga keni ardhur ju? Na jemi nga Gjermania kemi ardhur. Po këtu në Shkup jemi, jetojmë këtu. Për ta festuar vitin e ri këtu? Kemi familjen këtu, kemi ketë vllazënit, motrat, non familje. Po urimi juaj për vitin e ri? Të gjithëve ju urojmë një festë të mirë, shëndet, suksese. Urimi juaj për vitin e ri?
Shëndet. Ku do e festoni vitin e ri? Në ambient familjar. Po ju pëlqen se si është bërë organizimi në Shkup? Si është të nisur Shkupi? Nuk kam dalë edhe aq ta shoh se si është ndërtu, si është rregullu Shkupi. Ma tepër këtu në Qershi, në ambient familjar. Po, a mendoni se në natën e organizimit duhet të ketë edhe muzikë shqiptare? Patjetër, patjetër. Nëse duhet të reflektohet ata të cilët jetojnë në Shkup, duhet të ketë reflektim edhe të kulturës edhe traditës shqiptare edhe në organizimin e natës vitit të ri. Urimi juaj për vitin e ri? Fat, shëndet mbi gjitha për gjithë qytetarët e Shkupit.